Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 qenjat e zodiakut për ditën e diel, 26 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na lini komentin tuaj. Dashi, sot mund të nisësh ditën me një plan të qartë në mendje, por diçka e papritur do të detyrojë të ndryshosh drejtim. Një bisedë me një vëlla, motër, fëmijë ose me dikë që të takon gjatë mëngjesit mund të ndërpresë dhe fillimisht kjo do të duket e bezdishme. Ke pritur me padurim për të diel dhe nuk dëshiron që askush të prishë ritmin. Megjithatë, mos e refuzo atë moment. Fjalët që dëgjon sot mund të sjellin një informacion të rëndësishëm ose të zgjidhin një keq kuptim që ka ngelur pezull prej kohës. Edhe pse në fillim është si një pengesë, në të vërtetë universi po të jep mundësinë të sqarojë diçka që do të ndihmojë më vonë. Pas me ditët do të ndihesh miqjet dhe do të rikthesh te planetet tua me më shumë qartësi dhe besim. Ajo që mëngjesi ta mori si kohë, pas ditës do ta kthej në përvojë dhe njohuri. Sot mëson se jo çdo vonesë është humbje kohe, ndonjëherë ndërprerjet janë pikërisht ato që të çojnë në drejtimin e duhur. Mbaje mendjen hapur, dëgjoj me vëmendje dhe beso se gjithçka po ndodh për një arsye. Në fund të ditës do ta kuptosh se kjo e diel ishte më e vlefshme se sa e kishe imagjinuar. Demi, kjo e diel dem mund të sjellë në sipërfaqe një çështje financiare që lidhet me një person të afërt, mund të bëhet fjalë për një shpenzim të përbashkët, një marrëveshje ekonomike ose një vendim që ti mendoje se ishte mbyllur, por që rezulton se ka ende paqartësi. Prej kohësh ke zgjedhur ta lësh këtë situatë më njan, duke i thënë vetes se gjithçka është në rregull, por sot e kupton se diçka nuk të ka bindur plotësisht. Edhe pse biseda mund të jetë pak sa e sikletshme, ajo do të jetë e nevojshme. Është momenti për të shprehur hapur mendimet e ndjenjat e tua, pa frikë se mos krijohen keq kuptime. Ndershmëria do të jetë çelësi për të zgjidhur një tension që ka qenë i pranishëm prej kohës. Mos e shiko këtë debat si një problem, por si një mundësi për të vendosur kufi më të qartë për të krijuar më shumë besim në marrëdhënie. Deri në mbrëmje do të ndihesh më i lehtësuar, sepse më në fund do të kesh një pamje reale të situatës, jo vetëm atë që të keni zgjedhur të dy, të ruani për hir të qetësisë. Universi të kujton se marrëdhëniet e forta ndërtohen mbi sinqeritetin, edhe kur e vërteta nuk është gjithmonë e lehtë për të dëgjuar. Kjo është dita për të sqaruar, jo për të shmangur. Në fund të ditës do të kuptosh se një bisedë e hapur mund të forcojë lidhjet dhe të sjellë më shumë siguri, si në aspektin financiar, ashtu dhe në atë emocional. Binjakët, kjo e diel binjak, sjellën energji të forta në marrëdhëniet e tua. Me marrësi në shenjën tënde dhe hënën përballë tij, mund të lindë mosmarrëveshje me një person shumë të afërt. Mund të jetë partneri, një mik i ngushtë ose dikush që ka ndikim të rëndësishëm në jetën tënde. Ti ke një ide të qartë për drejtimin që dëshiron të marrësh, ndërsa pala tjetër mendon ndryshe. Kjo mund të krijojë tension që në orët e para të ditës. Në fillim do të tundohesh të mbrosh me çdo kush mendimin tënd. Je i zgjuar në debat dhe di të gjesh argumentet e dhura, por sot nuk ka rëndësi se kush ka të drejtë. Ajo që ka vërtet rëndësi është të kuptosh se çfarë fshihet pas fjalëve të personit tjetër. Ndoshta ai nuk po kundërshton idenë tënde, por po përpiqet të shprehë një shqetësim, një pasiguri ose një nevojë që nuk e ka thënë hapur. Nëse ndalon për një moment të dëgjon që me qetësi do të kuptosh se problemi i vërtet nuk është ai që duket në sipërfaqe. Pikërisht, aty biseda do të marrë një kthes pozitive dhe do të gjeni një zgjidhje që i kënaq të dyja palët. Kjo ditë të mëson se komunikimi nuk është vetëm të flasësh bukur, por edhe të dëgjosh me zemër të hapur. Në fund të ditës do të ndihesh më afër personit që ke përballë dhe do të kuptosh se mirëkuptimi është shumë më i vlefshëm se sa fitoria në një debat. Gaforia. Kjo e diel mund të mos zhvillohet tamam siç e kishe planifikuar, Gafore. Ti kishe dëshirë për një ditë të qetë, larg stresit dhe angazhimeve, por një situatë e papritur do të kërkojë vëmendje. Nuk bëhet fjalë për një krizë të madhe, por për një çështje që nuk mund të shtyhet më. Ajo mund të lidhet me jetën personale, familjen ose me një shqetësim që e ke mbajtur brenda vetes. Prej kohësh e ke ndjekur se diçka nuk është plotësisht në rregull, por ke zgjedhur ta anashkalosh duke shpresuar se do të zgjidhet vetë. Këtë të diel universi të fton ta përballesh me guxim. Sa më shumë ta shtysh, aq më rënd do të duket, ndërsa sa po të vendosesh të veprosh, do të kuptosh se zgjidhja është shumë më e thjeshtë nga sa e kishe imagjinuar. Mos lejo që ankthi ose mendimet e tepërta të bindin se situata është më e vështirë nga sa është në të vërtetë. Besoje intuitës dhe merr hapin e parë. Çdo veprim sado i vogël të sjellë më shumë qetësi dhe siguri. Në fund të ditës do të ndihesh i shtiruar sepse do të kesh hequr një peshë që e ke mbajtur mbi supe për shumë kohë. Kjo e diel të kujton se ndonjëherë sfida më e madhe nuk është problemi i vet, por frika për ta përballuar atë. Sa po ta bësh do të riflektosh qetësinë që kishe dëshiruar që në fillim të ditës. Luani.
Kjo e diel Luan, nis në pritshmëri të bukura, ke planifikuar të shijosh një moment krijues romantik ose thjesht pa kohë për veten, por një angazhim shoqëror ose një premtim i bërë më herët mund të ndryshojë planet. Dikush do të ketë nevojë për ndihmën tënde ose do të kujtojë një detyrim që nuk mund ta shmangësh më. Për disa orë do të ndihesh i ndarë prej asaj që ke premtuar dhe asaj që dëshiron vërtet të bësh. Edhe pse kjo situatë mund të të bezdisë në fillim, do të tregosh edhe një herë për djegësinë dhe bujarinë që të karakterizojnë. Do ta përfundosh atë që duhet bërë, edhe nëse nuk është zgjedhja jote e parë. Mos lejo që ke ndryshimi planeve të prish humorin, sepse dita ka ende surpriza të këndshme. Pasditja sjell shumë qetësi dhe mundësi për të kthyer tek ajo që kishe planifikuar fillimisht. Çuditërisht, gjithçka do të rrihet më mirë se sa do të kishte ndodhur nëse do ta kishe bërë me nxitim që në mëngjes. Do të ndihesh më i çlodhur, më i frymëzuar dhe më i pranishëm në moment. Universi të kujton se jo çdo vonesë është një humbje. Ndonjëherë koha e dur vjen pak më vonë, por sjell rezultate shumë më të mira. Në mbrëmje do të kuptosh se durimi dhe fleksibiliteti të shërbejnë. Përfiton nga përvoja pozitive e orëve të vona për të shijuar dashurinë, krijimtarinë ose një aktivitet që të mbush zemrën me gëzim. Kjo e diel mund të mos jetë sipas planit, por mund të rezultojë më e bukur nga sa e kishe imagjinuar. Virgjëresha. Kjo e diel Virgjëresh mund të mos jetë aq e qetë sa kishe shpresuar, edhe pse kishe menduar si një ditë pushimi. Një çështje që lidhet me punën do të kërkojë vëmendje. Mund të jetë një telefonat, një mesazh ose një detyrë pa përfunduar që të rikthem sërish tek përgjegjësitë profesionale. Kjo situatë mund të krijojë një konflikt mes dëshirës për të kaluar kohë me familjen ose për të çlodhur dhe detyrimeve që vazhdojnë të ndjekin. Ka qenë shumë i përkushtuar gjatë javëve të fundit dhe pa e kuptuar, puna ka filluar të zëtë dhe hapësiran që duhet të përkas jetës personale. Sot një ngjarje e vogël në shtëpi ose një moment me njerëzit e dashur do të bëjë të reflektosh, do të kuptosh se ekuilibri mes punës dhe jetës private ka nevojë për më shumë kujdes. Lajmi i mirë se kjo nuk është një ditë për probleme të mëdha, por për ndërgjegjësim. Pasi të përfundosh detyrën që kërkon vëmendjen tënde, do të arrish ta lësh punën më njanë dhe të shijosh pjesën tjetër të ditës pa ndier faj apo presion. Universi të kujton se produktiviteti është i rëndësishëm, por po aq e rëndësishme është edhe qetësia shpirtërore. Jepi vetes leje të pushosh dhe të kalosh kohë me ata që do. Në mbrëmje do të ndihesh më i lehtësuar dhe do të kuptosh se jo çdo gjë duhet të zgjidhet më një herë. Ndonjëherë vendimi më i mençur është të mbyllësh kompjuterin, të fikësh telefonin e punës dhe të kujdesesh për veten. Peshoria. Kjo e diel mund të sjellë një bisedë që të sfidon të mendosh ndryshe peshore. Dikush mund të shprehë një mendim, një këndvështrim ose një bindje që bie ndesh me atë që ke besuar deri tani. Mund të lidhet me një çështje personale, një situatë përbashkët apo edhe me një temë që zakonisht nuk shkakton debate. Megjithatë sot biseda do të ketë më shumë intensitet se sa e kishe parashikuar. Instinkti yt është të ruash harmoninë dhe të shmangësh konfliktet. Shpesh përpiqesh të gjesh gjuhën e përbashkët me të gjithë, por këtë të diel do ta kuptosh se jo çdo mospajtim duhet zbutur menjëherë. Ndonjëherë është e rëndësishme të dëgjosh deri në fund, edhe kur nuk je dakord. Nësa biseda zhvillohet, do të kuptosh se mes fjalëve të personit tjetër fshihet një e vërtet që ja vlen të merret në konsiderat. Nuk e pse të ndryshosh plotësisht mendimin tënd, por mund të zbulosh një këndvështrim të ri që të ndihmon ta shohësh situatën më gjerë dhe me më shumë pjekuri. Në fund të ditës do të ndihesh më i pasuruar nga kjo përvojë, do të kuptosh se rritja personale vjen kur je i gatshëm të dëgjosh dhe të reflektosh, jo vetëm të mbrosh bindjet e tua. Universi të kujton se mençuria nuk qëndron gjithmonë tek të pasurit për gjigjet e dhura, por tek gatishmëria për të mësuar diçka të re. Kjo e diel do të të lërë me një vizion më të thellë dhe më të balancuar për një çështje që deri tani e kishe parë shumë thjesht. Akrepi. Kjo e diel sjell në qendër të vëmendjes një çështje financiare që lidhet me një person tjetër akrep. Mund të bëhet fjalë për një faturë të përbashkët, një shumë parash që pritet të kthehet ose një detyrim financiar që është shtyr prej disa javësh. Edhe pse e ke ndier se kjo bisedë do të vinte ke zgjedhur të heshtësh, duke shpresuar se situata do të zgjidhej vet ose do të gjendej momenti i dur për ta diskutuar. Sot megjithatë nuk do të ketë më vend për shtyrje. Tema do të dalë në sipërfaqe edhe për disa minuta atmosfera do të bëhet e sikletshme. Mund të ketë keq kuptime ose fjalë që tingëllojnë më të forta nga sa janë të vërtet, por mos u shqetëso, sepse kjo fazë nuk do të zgjas shumë. Nëse zgjedh të flasësh me qetësi, sinqeritet dhe respekt, do të shohësh se tensioni fillon të zbutet shpejt. Shpesh bisedat që i friksohemi më shumë rezultojnë të jenë shumë më të lehta se sa i kemi imagjinuar. Pas sqarimit do të ndihesh më i inspiruar dhe marrëdhënia me personin tjetër do të bëhet më e qartë dhe më e ndershme.
Universi të kujton se smangja e një problemi nuk e zhduk atë, përkundrazi, përballja me guxim dhe komunikimi i hapur sjellin zgjidhje qetësi. Në mbrëmje do të kuptosh se ajo që dukej si një situatë e vështirë është thjesht një hap i nevojshëm drejt një marrëveshjeje më të mirë dhe një besimi më të madh mes jush. Shigjetari. Kjo e diel të gjem plot energji dhe me dëshirën për të kaluar ditën sipas mënyrës tënde shigjetar. Hëna në shenjën tënde të bën më emocional dhe më të ndjeshëm, ndërsa ndikimi i Marsit sjell përplasje mes asaj që ti dëshiron dhe asaj që një person i afërt pret nga ti. Mund të jetë partneri, një mik ose një familjar që ka nevojë për vëmendjen ose ndihmën tënde, pikërisht kur ti kishe plane të tjera. Në orët e para të mëngjesit mund të linjë një debat i vogël, do të ndjesh sikur po të kufizojnë lirin ose po të ndryshojnë planet pa dëshirën tënde. Për shkak të impulsivitetit të momentit mund të reagosh më ashpër nga sa ke menduar. Kujdes me fjalët, sepse jo çdo kërkesë është një sulm ndaj pavarësisë sate. Lajmi i mirë është se ky tension nuk do të zgjasë shumë. Me kalimin e ditës emocionet do të qetësohen dhe do të shohësh situatën me më shumë qartësi. Do të kuptosh se mosmarrveshja nuk ishte aq e madhe sa të dukej në mëngjes dhe se më pak mirëkuptim gjithçka mund të zgjidhej pa vështirësi. Në mbrëmje marrëdhëniet do të rikthehen në ekuilibër dhe do të ndihesh shumë më i qetë. Universi të kujton se kompromisi nuk do të thotë humbash lirinë, por të gjesh një mënyrë që edhe ti edhe të tjerët të ndjeni të respektuar. Kjo e diel do të mësojë se ndonjëherë mjafton pak durim dhe një bisedë e qetë për të kthyer harmoninë aty ku dukej se kishte vetëm tension. Britsjapi. Kjo e diel britsjap mund të nisë me një ndjenjë të lehtë shqetësimi që nuk të lë të relaksohesh plotësisht, edhe pse është fundjavë, një detyrë puna ose një përgjegjësi që duhet të ishte përfunduar gjatë javës, vazhdon të rëndojë në mendje. Sa më shumë përpiqesh ta shtysh, aq më shumë të duket sikur të ndjek kudo. Në vend që ta lësh këtë barë të prish gjithë ditën, universi të këshillon ta përballosh që në orët e para, do të habitesh kur të kuptosh se detyra kërkon shumë më pak kohë dhe energji se sa ke menduar. Shpesh pritja dhe hezitimi janë më të lodhshme se sa vetë veprimi. Me Saturnin që përgatitet të hyjë në lëvizje të kundërt, ndjen nevojën të mbyllësh çështjet e hapura dhe të mos marrësh pjesë në atyre me vete në ditët që vijnë. Kjo është një mundësi e mirë për të përfunduar atë që ke lënë pezull dhe për të krijuar më shumë hapësirë dhe qetësi dhe organizim. Pasi të mbyllësh këtë angazhim, pasdiktja do të jetë plotësisht e jotja. Do të ndihesh më i lehtësuar, më i lirë dhe më i gatshëm të shijosh kohën me familjen, miqt ose thjesht dhe me veten. Universi të kujton se disiplinën e ke një nga cilësitë tua më të forta, por sot të shpërblen duke të dhënë mundësinë të pushosh pa ndjenja faji. Në fund të ditës do të ndihesh i kënaqur që zgjodhe ta zgjidhje problemin në vend që ta shtyje edhe një herë. Ujori. Ujor, kjo e diel sjell një përplasje mes planeve shoqërore dhe dëshirave të tua personale. Ke edhe një premtim për të kaluar kohë me një grup njerëzish ose me një mik, por në të njëjtën kohë ke diçka tjetër që të tërheq më shumë zemrën. Një aktivitet krijues, një moment romantik ose thjesht pa kohë për veten. Rreth mesditës mund ta ndjesh këtë përplasje më fort, sepse të dyja gjërat kërkojnë vëmendjen tënde. Kohët e fundit mund të kesh pasur vështirësi të thuash jo ndaj angazhimeve shoqërore. Ti dëshiron të jesh aty dhe për të tjerët dhe nuk do të zgënjesh askënd, por sot kupton se çdo po që jep për të tjerët mund të marrë kohë nga diçka që është vërtet e rëndësishme për ty. Në përpjekje për të mos humbur asnjërin mund të përfundosh duke i bërë të dyja, por më pak kohë dhe më pak energji sa do të doje. Asgjë nuk shkon keq në mënyrë dramatike, por do të vëshëresh se asnjëra prej tyre nuk merr vëmendjen që meriton. Kjo ditë sjell një mësim të rëndësishëm. Jo çdo detyrim ka të njëjtën peshë. Ndonjëherë duhet të zgjedhësh atë që të mbush shpirtin dhe të kujtosh se kujdesi për veten nuk është egoizëm. Në fund të ditës do të kuptosh se ajo që dëshiroje më shumë ishte pikërisht ajo që meritonte prioritetin tënd. Herën tjetër kur të marrësh një angazhim të ri, dëgjoj fillimisht zemrën tënde dhe pyete veten, apo zgjedh këtë sepse dua vërtet apo sepse nuk di të them jo. Kjo e diel të ndihmon të krijosh një ekuilibër më të mirë mes të tjerëve dhe vetes. Peshqit. Kjo e diel mund të nisë me një ndjesi zgënjimi peshq, sepse puna vazhdon të ndjek edhe në ditët kur doje thjesht të pushosh. Një detyrë profesionale, një përgjegjësi e lënë pas dore ose diçka që duhet zgjidhur gjatë javës del përsëri në skenë. Ti kishe planifikuar të ishe i qetë, si fizikisht ashtu edhe mendërisht, por në vend të kësaj duhet të merresh me diçka që nuk doje ta kishe në listën e të dielës. Në fillim mund të ndihesh i lodhur ose i irrituar, sepse ke përshtypjen se nuk po arrin të shkëputesh plotësisht nga detyrimet. Megjithatë, mos harro një nga cilësitë tua më të forta kur përqendrohesh në diçka e bërë me përkushtim të plot.
Edhe pse kjo punë erdhi në momentin e gabuar, ti do ta përfundosh më shumë të tepër sukses nga sa prisje. Sa po të mbyllesh këtë çështje do të ndihesh një çlirim të madh. Pasditja të sjell mundësinë për të qenë vërtet i lirë dhe për ta shijuar kohën tënde pa të ndjenjën e fajt apo të stresit që ka shoqëruar ditët e fundit. Universi të kujton se jo çdo vonesë është një pengesë, ndonjëherë është thjesht një detyrë që kërkon vëmendjen e dur për të mbyllur një herë mirë. Kjo e diel mund të mos fillojë ashtu siç ke imagjinuar, por përfundon shumë e mirë. Në mbrëmje do të ndihesh krenar që e përballove situatën dhe më në fund mund të marrësh frym i qetë, duke shijuar kohën për veten dhe njerëzit që do. Për 12 shenjat e zodiakut për ditën e diel 26 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.